Edicioni 21 i kampionatit mbarkombëtar të futbollit U15 i organizuar nga Qendra Kulturore e Fëmijëve Durrës startoi sot mes një atmosfere festive. 6 ekipe futbolli U15 nga Treva Shqifolce u mblodhen në qytetin bregdetar për të qenë pjesë e këtij eventi sportiv, dedikuar jo vetëm futbollit, por dhe forcimit të lidhjeve ndërkulturore mes të rinjve shqiptar brenda dhe jashtë kufive am. Është një aktivitet mjaft i rëndësishëm sepse nëpërmjet këtij aktiviteti trojet shqiptare mbajnë lidhje të ngushta me njëri tjetrin, është mjaft e rëndësishme, jemi krenarë që zhvillohet në qytetin tonë dhe fitoft më i miri. Për mua kjo është një ndër organizimet më të mira mbarkombëtare, edhe nga ajo që mbledh të rinj nga gjithë trojet etnike, por më shumë që nga vetë fakti që po zgjat 21 vjet. Pra sot është edicioni 21 dhe prandaj organizatorët përgëzojnë dhe do kisha dashur që kështu organizime për 3 anë të kemi në gjitha sportet dhe në gjitha fushat tjera. I nisur në vitin 2003, eventi regjistron edicionin e tij të 21, krahas 6 ekipeve pjesëmarrëse. Synimi për vitin e ardhshëm është përfshirja në kampionat edhe 2 ekipeve të reja. Fillom në vitin 2003, Fes Futbollin, kështu e kemi titulluar, që është ndryshe nga veprimtaritë e tjera, sepse kjo veprimtari bashkon vllazëron fëmijët dhe specialistët shqiptar që ndodhen në 5 shtete në Ballkan, në Shqipëri, në Kosovë, në Republikën e Maqedonisë, në Malin e Zi dhe në Luginën e Preshevës që është në Serbi. Krahas 5 qyteteve që kanë qenë tradicionalisht pjesëmarrëse, janë edhe një ekip nga Arbëreshët e Zarës. Domethënë kjo është e veçantë. Mirë po, në gjatë bisedës së mbrëmshme me 5 koordinatorët e qyteteve pjesëmarrëse, u mor vendim që në të ardhmen të shqirtohet mundësia edhe pjesëmarrës të një ekipi nga Çamaria dhe një ekip nga Arbëreshët e Italisë. Ndeshja e parë që hapi siparen e turneut ishte ajo mes ekipeve U15 të Durrësit dhe Pejës. Pikërisht këto 2 ekipe kanë dhe numrin më të madh të trofeve të fituara, 5 dhe 8 respektivisht. Shpresoj të fitoj nesër t'jap maksimumin. Dhe patjetër të bësh gol. Normal. Për djemtë e detit, ndeshja nisi që në minutën e parë me gol, ndërsa në përfundim ata mundën ekipin nga Peja me rezultatin 2-1. Finalja e turneut mbahet të shtunën, nga ku do dalë dhe ekipi fitues.